Sara Gjordeni ka zbuluar se ajo dhe partneri i saj Bardhi kanë vendosur që vajza e tyre Nea të mos e nisë ende çerdhen. Përmes një postimi në Insta Story, Sara shpjegoi se nuk kanë besim të plot që në këtë fazë ta lënë vajzën në kujdesin e institucionit, pa qenë më parë në gjendje të komunikojë rrjedhshëm. Për të gjithë që më pyesin a shkon Nea në çerdhe, përgjigjja është jo. Shkroi ajo, duke shtuar se do të ndihen më të sigurt kur Nea të jetë në gjendje të shprehqartë nëse diçka nuk shkon mirë me edukatorët apo me fëmijët e tjerë. Sara tregoi gjithashtu se për momentin ajo dhe Bardhi janë të përkushtuar ta edukojnë Nean në shtëpi. Sipas saj, voglushja po mëson të numërojë, të dallojë ngjyrat, pjesët e trupit, ushqimet dhe format gjeometrike, si dhe po zhvillon njohuritë në gjuhën shqipe dhe angleze, duke mësuar edhe shkronjat dhe emrat e kafshëve në të dyja gjuhët. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.